Detyrimi për të mbikëqyrur vendosjen e hixhabit, ndershmërisë, rregullave dhe angazhimit. Natyrisht, njeriu është i prirur për gabime. Burrat janë të prirur për gabime, gratë janë të prirura për gabime. Rinia është e prirur për gabime, ashtu si pleqt, dietarët dhe njerëzit e paditur, të gjithë janë të prirur për gabime. Dhe ata që janë të sinqertë janë në rrezik të madh. Ku janë ata të sinqertë tani? Të gjithë ne do të kalojmë përmes këtij matësi. Edhe nëse arrijmë këtë matës dhe jemi të sinqertë, ata që janë të sinqertë gjithashtu janë në rrezik të madh. Prandaj duhet të mbikëqyrim veten, armiqtë tanë të kësaj bote dhe të botës tjetër. Armiqtë e nderit ton, të cilët i shfrytëzojnë dobësitë tona si dëshira për kënaqësi, ndjenjat e zemërimit, përpjekjen për pushtet dhe dashurinë për të treguar e për të dukur. Edhe vajzat e reja duhet ta mbikëqyrin veten e tyre.